Në një moment kur njerëzimi po përballet me një tragjedi humanitare të përmasave të mëdha, heshtja dhe indiferenca e shumë liderëve botror po bëhet pjesë e problemit, duke minuar rënd besimin tek institucionet ndërkombëtare, qëndrimet e zbeta apo të njanshme politike, sidomos nga vende që historikisht kanë mbrojtur vlerat demokratike dhe të drejtën ndërkombëtare, po krijojnë një precedent të rrezikshëm. Kjo situatë është një provë morale për botën dhe liderët e saj, dhe deri tani shumë prej tyre kanë dështuar, duke mos ngritur zërin dhe duke mos vepruar qartë kundër mizorive që po ndodhin në Gaza. Ta lider po lejojnë të zhbëhet ngadalë arkitektura etike dhe ligjore, mbi cilën është ndërtuar rendi ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore. Nëse sot diplomacia globale nuk arrin të mbrojë viktimat e dhunës së shfrenuar dhe sigurojë drejtësinë për popujt më të cënueshëm, ajo rrezikon të humbas përgjithmonë autoritetin dhe besueshmërinë e saj. Ka ardhur koha që liderët botror të mbajnë përgjegjësi dhe të rikthejnë angazhimin ndaj vlerave universale të drejtësisë dhe humanizmit. Në të kundërt, historia do t'i gjykojë ashpër për këtë dështim kolektiv moral. Vetëm në 24 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, janë vrarë të paktën 35 persona. Një sulm i fundit izraelit në një ndërtesë në Nuseirat në Gazan qendrore vrau të paktën 8 vet, duke u përshkruar nga banorët si një tërmet. Qeveria në Gaza raporton se lufta e Izraelit ka shkaktuar deri tani mbi 61.700 viktima, përfshirë ata që janë ende të humbur në rënoja. Nga këta, 52.400 janë konfirmuar të vrarë dhe 118.014 të plagosur. Në anën tjetër, sulmet e Hamasit në 7 tetor 2023 shkaktuan vdekjen e 1.139 personave në Izrael dhe mbi 200 persona u morën peng. Pozicioni i SBA dhe i Hungarisë në ICJ ka qenë në mbrojtje të shtetit izraelit, duke akuzuar hapur gjykatën nda OKB-n për paragjykim. Ndërkohë OKB-ja bën thirrje për veprim urgjent për ndaluar katastrofën humanitare në Gaza, ku bllokada totale nga Izraeli ka hyrë në ditën e saj të 60.